zhvillohet apo çfarë debati mund të krijohet, me rëndësishme që me pas një bashkëpunim subjekte politike për shkak që me kriju besim tek këta qytetarët e një kohë me kriju një imazh pozitiv ndaj opinionit. Në ndërkohë me pamje jemi në fakultetin juridik në Universitetin e Prishtinës, atje ku kryeministri në detyrë Albin Kurti është duke kryer procesin e votimit. Në ndërkohë që regjia e përcjell me pamje, ne do të shkputemi pastaj për të ndjekur edhe një deklaratë prononcim të tij. Ndërkohë po rikthehemi tek temat që sapo nisëm. Zoti Qerolli, pakës për fushatën, cilat janë temat të cilat e kanë dominu fushatën e si vjetme në këto zgjedhje? Realisht, ajo që nuk do të dëshiroja është që kanë dominuat që ne nuk mundëm të punonëm, nuk mundëm të arrim qëllimet, përmbaruesi ka arrit qëllimet e veta mos bashkëpunimi, eqja e tatimit në pronën me një vendim të qeverisë apo Ministrisë të Financave për komunat që realisht edhe i ka dëmtuar, sepse vetmja ardhur për investime kapitale në komuna në vetë financim është pun nga tatimi në pronë, dhe ka arrit në këtë qëllim dhe niveli i premtimeve ka qenë po i një shteti jo shumë të zhvillum, i një shteti që zhvillimi lokal nuk është prioritet dhe i një shteti ku institucionet lokale bëjnë vetëm atë që mund të bëjnë në minimalen e mundshme. Domethënë në 2025 zgjedhjet lokale na kanë shkuar për instalimin e një ujësjellsi, kemi pa edhe kryeministrin dhe antar tjerë të partive të ndryshme, ku prerja e në Shiriti për një asfalt 1 km